Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Harrojeni farmacit, sytë tek hithra dhe do trajtonit këto 20 probleme. Hithra është një barishte shumë e pasur me vlera për trupin e njeriut. Ajo është e pasur me fiber, me kalcium, magnez, protein, vitaminën A dhe B6. Kjo barishte duhet të konsumohet rregullisht sepse ndihmon në mbarvajtjen e niveleve të sheqerit në gjak, pastron organizmin nga toksinat dhe forcon sistemin imunitar. Hithra rekomandohet mjaft mirë edhe për shëndetin tuaj, pasi mund të përshtatet edhe për përmirësimin e imunitetit. Duke qenë se hithra është shumë e pasur me hekur, ajo duhet të konsumohet nga njerëzit që kanë pamjaftueshmëri të këtij minerali dhe anemikët. Megjithatë, hekuri luan një rol thelbësor te sistemi imunitar, sidomos te limfocitet që mundësojnë reagime në kohë të organizmit ndaj një infeksioni të mundshëm. Ekspertët thonë se në stinën e pranverës dhe të vjeshtës, trupi ka nevojë të madhe për ushqyes dhe mbështetje me vitamina dhe minerale. Për këtë arsye, ata këshillojnë konsumin e vazhdueshëm të hithrës dhe barishteve të ngjashme në këto stinë. Hithra fuqizon mëlçin, veshkat, tëmthin dhe fshikëzën e urinës, duke lehtësuar kështu nxjerrjen e toksinave të dëmshme nga organizmi. Hithra mund të gatuhet si çdo barishte tjetër. Ajo vlohet dhe konsumohet si sallatë ose e përfshirë në gatimet e brumit. Hithra duhet të mblidhet në vende të sigurta ku nuk janë përdorur pesticide. Ato të rritura në mënyrë të natyrshme janë të shëndetshme, thonë ekspertët. Me hithra mund të përgatisni edhe çaj të shëndetshëm të pasur me vitamina dhe minerale. Vendosini hithrat të thatë ose të freskëta në një çajnik. Hidhini ujë dhe vendosini çajnikun në zjarr. Për një filxhan me hithra nevojiten 2 filxhan me ujë. Çajin mund ta bëni të fortë duke hedhur më pak ujë ose më të lehtë duke hedhur më shumë ujë. Sapo uji të nisë të zjejë, hiqeni nga zjarri dhe lini të ftohet për pak minuta. Më pas e kulloni dhe hidheni në një filxhan. Disa njerëz preferojnë të shtojnë pak sheqer, por mjalti është zgjidhja më e mirë në përfitimet e saj. Lëngu i hithrës mund t'i ofrojë trupit tuaj shumë përfitime, ndaj dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira që mund të jenë në dietën tuaj. Duke ditur edhe rëndësinë e veçantë që ato bartin për organizmin, do ta kthejnë në një aleat të mirë për trupin. Hithra është fantastike dhe i jep trupit shëndet. Xhenxhefili nga ana tjetër është i jashtëzakonshëm për tretjen dhe qarkullimin e gjakut, dhe nëse konsumohen së bashku, atëherë përfitimet janë të dyfishta. Hithra është një bimë plot fuqishme në aspektin e ushqyesve që ajo ofron. Lëngu i saj përmban shumë kalcium dhe magnez që ndihmon në qetësimin e nervave, ndërsa lëngu i hithrës nuk përdoret në mënyrë të mirëfillt për qetësim, ai të vë në një gjumë të qetë. Hithra është një burim i hekurit, gjë që e bën atë të domosdoshme për njerëzit që kanë tendencën të jenë anemik ose për ato që kanë nevojë për më shumë hekur në ushqimet e tyre. Lëngu i hithrës përmban beta-karoten, klorofil, kalium, fosfor, zink, krom, vitamin B6, minerale të tjera siç janë seleniumi, silikoni dhe mangani. Receta për gjallërimin e organizmit kërkon një copë xhenxhefil 3 cm, 85 gram hithra të thata, 1 litër ujë. Mjalt për të shtuar edhe shijen. Kështu, lëngu që do të merret prej saj është një zgjidhje shumë e mirë në dobi të organizmit dhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Hithra në vendin tonë përdoret në gatime, gjithashtu edhe në trajtime natyrale të shumë problemeve. Kjo bimë është të përdorur prej shekujsh për të trajtuar simptomat e alergjive dhe veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluhuri. Hithra, falë vlerave diuretike, është të përdorur në trajtimin e problemeve me veshkat dhe infeksionet urinare. Lëngu i hithrës është perfekt për të larguar lëngjet e tepërta në organizëm, duke lehtësuar funksionin e zemrës dhe qarkullimin e gjakut. Por së fundmi, një studim i kryer në Universitetin e Plymouthit doli në përfundim se hithra mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë dhe të trajtojë gjithashtu edhe shqetësimet tuaja të artritit, duke lehtësuar edhe problematikën. Persona të përfshirë në studim vunë re se pas aplikimit të pastës me hithra të shtypura, dhimbja e kockave u qetësua. Gjithashtu ata vunë re se dhimbja ishte më e pakët përgjatë trajtimit një javor. Sipas të dhënave të mbledhura nga studiuesit, dhimbjet e personave që vuan nga artriti qetësoheshin në sajt të përmbajtjes së lartë të serotoninës dhe histaminës. Këto dy substanca janë neurotransmetues të cilët dërgojnë në tru sinjalet e dhimbjes.
Nga ana tjetër, kur hithrat konsumohen në formën e lëngut të shtrydhur ose të çajit, uvurese, arrinte të përcaktonte acidin urik. Ky acid prodhohet kur organizmi tret proteinën dhe akumulohet në nyje dhe në kocka, duke shkaktuar inflamacione dhe dhimbje. Por si ta konsumoni hithrën për të trajtuar dhimbjet që shkakton artriti? Metoda e parë e trajtimit është aplikimi direkt në zonën ku keni dhimbje më të forta, një pastë me gjethe hithre të shtypura. Pra mjafton që të shtypni në mikser gjethet e njomat të hithrës me pak vaj ulliri dhe të lyeni zonën ku keni dhimbje. E merrni për 5 deri në 10 minuta dhe më pas e pastroni me letër dhe më pas e shplani mirë. Nëse nuk e duroni do djegjen karakteristike të hithrave ose shikoni që lëkura juaj reagon keq ndaj trajtimeve, mund të provoni metoda të tjera. Mjafton të pini një lugë zgjedhje me lëng hithre të njomë 3 herë në ditë për 15 ditë dhe të shikoni ndryshimet. Gjithashtu edhe çaji i përgatitur me hithra, si dhe hithra të njoma ashtu dhe të thata, ka aftësinë të qetësojë dhimbjet e shkaktuara nga artriti. E konsumoni këtë çaj nga një filxhan 3 herë në ditë, por edhe nëse ju vuani nga artriti, është mirë që të përfshini në regjimin tuaj ushqimor produkte sa më natyrale të cilat ndikojnë pozitivisht edhe në shëndetin tuaj dhe mbajnë larg gjithashtu komplikacionet që mund t'i kanosen shëndetit të përgjithshëm. Efektet e përditshme të saj janë të menjëhershme. Në mjekësinë popullore ajo është cilësuar si mbretëresha e bimëve, ndërsa mjekësinë moderne këshillohet si një nga bimët më të pasura me vitaminën A, C dhe K. Efektet e përdorimit të saj janë të menjëhershme. Reumatizma, sëmundjet e moshës së tretë lehtësohen më së miri me hithra. Për të përgatitur çaj nevojitet një lugë nga bima e thatë dhe e grimcuar. Kjo mas hidhet në një gotë me ujë të nxehtë dhe lihet në qetësi për 15 minuta. Më pas kullohet dhe pihet 3 herë në ditë nga një gotë. Dhimbjet reumatizmale mund të lehtësohen duke vënë bimët e freskëta në kontakt drejt për drejt me lëkurën. Vendi i dhimbjes rrihet me bimën e freskët derisa të dallohet një njollë kuqe. Raste të tjera të rekomanduara nga mjekësia moderne për lehtësimin e hithrave. Efektet stimuluese të hithrës ndihmojnë në prodhimin e qumshtit dhe rritjen e energjisë pas lindjes. Larja e kokës me ujin e hithrës këshillohet për ata që kanë probleme me rritjen e ngadaltë të flokëve. Hithra është një forcues natyror i testosteronit, i cila ndihmon në rritjen e vitalitetit tek meshkujt. Një efekt të menjëhershëm jep kjo bimë edhe në rastin e diaresë dhe përdorimi i çajit të hithrës bën që diareja të kalojë më shpejt dhe më lehtë. Hithra është një barishte e egër e cila mund të ofrojë përfitime në shëndetin tuaj, duke lehtësuar një sër komplikacionesh. Hithra stimulon sistemin limfatik dhe fuqizon sistemin imunitar. Hithra çliron nga simptomat e artritit. Hithra lufton alergjinë dhe ndihmon me diabetin. Jep forcë fetusit e nëna shtatzana dhe ndihmon në prodhimin e qumshtit te gratë leona. Çliron nga simptomat menstruale dhe ndihmon në fryrje dhe dhimbjet e barkut si pasojë e menstruacioneve. Shkatron gurët në veshka dhe ndihmon në shkarkimin e ujrave të tepërt. Ul tensionin e lartë të gjakut. Ndihmon me sëmundjet respiratore. Ndalon gjakderdhjen, zvogëlon inflamacionin, redukton rrezikun e problemeve të prostatës, minimizon të vjellat, shëron nga i ftohti, lehtëson nga diareja, ndihmon nga sëmundjet gastrointestinale dhe konstipacioni, duke u përdorur si larës goje. Mbron dhëmbët nga problemet e shumta. Ndihmon në lehtësimin e problemeve të Alzheimerit dhe sëmundjeve të tjera nervore. Shkatron krimbat e zorëve dhe parazitëve. Mund të lehtësojë problemin e tiroides, shpretkës dhe pankreasit. Mjafton të zjeni hithrat në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, sepse hithra mund të ndikojë te një sër ilaçesh që po merrni. Është të provuar se nëse jeni marrë ilaçe për diabetin dhe pini lëng hithre, atëherë niveli i rrahjeve në zemër, tensioni i gjakut dhe sheqerna në gjak do të ulen ndjeshëm. Nëse merrni medikamente, konsultohuni me mjekun tuaj përpara përdorimit të hithrës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.